Me dy kong, me një videoklip, me një parasitje skenike, nuk bosh këngëtara s'këngëtara. Kur një jetë. E kemi një Sabri Fezullah, i cili ka kalu vitet 80, edhe është shumë aktiv. Si në oratori, për këndim mos flas. Jemi rritë gjithë me hitet e Axhe Sabri. Në momentin kur parasitesh në skenë, pe parasitje skenike, e deri te përfundimi i eventit çfarë do lloji qoftë ai. Nëse nuk i je 101% e kitë kot. Në momentin që nuk ja bën hizmetin që thot populli, e kitë kot. Nëse përcaktohesh për diçka, atëherë duhet më kon shumë i vendosur këtë punë. Çdo njeri në këtë jetë ka bërë shumë gabime, si profesionale, ndoshta si... Në ajo që të vret kështu, ose të dhëmb? Jo, që më vret në një, dhe që më dhëmb, nuk po më kujtohet. Smerë gjuminatën se e menon që e ki bu gabim. Tash du të me menu, më kështi me menu dhe në emision tjetër ku me të thonë, po s'po më kujtohet bashkë. Okej, më rëndë, okej. Diçka e madhe të sorë, se nëse kishen e Jo, madhe të absolutisht, që jo. shtu me njëherë. Jo, e madhe sigurisht se jo. Okej. Po ne keni qeni kujdes shumë. Keni shku me hapa të sigur, të avash çdo herë. Nuk e keni pasat ngritjen brenda natës, a? Që pastaj me qenë gabimi ndoshta shumë i madh. Adin që është, kjo është, që se përcaktohesh për diçka, atëherë duhet me konë shumë i vendosur këtë punë. Sepse nuk është kjo puna jonë, nashta dikush thotë kjo filozofon po shet man, po le të merr kush qysh do në vetë. Në momentin që nuk ja bën hizmetin që thot populli, e kitë kotë. Që se te ma një emision veç hajtë të bëj. Hajtë ma një dalë dhe i televizorë së të sjo. Mirë më me se erë dhe qa bëne një lodhë natën e mirë. S'këshyrë kërkush. Momentin që nuk edhe kjo puna jonë është, momentin kur parasitesh në skenë, pe parasitesh skenike, e deri te përfundimi i eventit çfarë do lloji qoftë ai. Nëse nuk i je 101% e kitë kotë. Nëse si jap maksimumin. Me dy kong, me një videoklip, me një parasitje skenike, nuk bosh këngëtara s'këngëtara. Kur një jetë. As nuk bosh me një gol sportist. Sepse është një logjikë shumë e thjeshtë, unë shpeshherë marr shembull logjikën e sportit, sepse e kam thonë me mijë herë që sporti dhe kultura janë vëlla motër, nuk munden me nda. Sipas kësaj logjike, çdo njeri që e merr një profesion, duhet me marrë një shembull. Ne kemi një shembull edhe kemi një model shumë të mirë estrada, për estradë po flas tash. E kemi një Sabri Fezullah, i cili ka kalu vitet 80 dhe është shumë aktiv. Shumë mirë që e përmendë. Është model fantastik. Jemi në rregull. S'më intereson mu kush çka thot. Unë po flas ato që unë ndi, edhe që unë e kam model. Si në parasitje skenike, si në oratori, për këndim mos flas. Jemi rritë gjithë me hitet e Axhe Sabri. Kështu që jemi në rregull. Që se dojmë marrë sportistat, kanë model sa dush. Sipas logjikës së disa njerëzve, që futbolli apo muzika është me një gol, një parasitje të mirë, edhe një kong të mirë, atëherë kanë gabim. Leo Messi është lojtari më i mirë në botë, i gjitha kohrave, për shembull. Për mua, që ka fituar gjithçka që fitohet në futboll. Sipas logjikës së disa njerëzve, ai duhet me lënë futbollin. Mirë, po ku është ai sot kokën, këta tjerë nuk është as komën. Kështu që kjo është një porosia jemi ku njerëz të mujnë me marrë një model. Rri bestik ndaj punës tonë edhe suksesi është i garantuar. Shumë e vërtet.